Situata në Shipkovic po shkon drejt normalitetit. Rruga brenda fshatit është zhbllokuar, ndërsa hapet rrugë për mundësi të angazhimeve të më shumë makinerive. Ndërkaq edhe nga fshati Poroj dhe Reqic ka lajme të mira. Kështu ka bërë të ditur kryetarja e komunës Teuta Arifi. Tjera dhe me këtë dinamik mendoj se përparimi do t'jetë edhe është shumë i mirë dhe i dukshëm. Jam e kënaqur për asaj. Në Poroj e aktivizuar ujësjellsin, do me thënë tani më qytetarët kanë mundësi për të përdorur ujin. Ashtu si edhe pjesa e plotë e Shipkovicës është në energji elektrike, përveç asaj pjese të vogël në mes ku edhe dëmtimi është shumë i madh, po ashtu rryma elektrike është e rregulluar edhe në Poroj. Në Reqic po ashtu punohet, do me thënë në mënyrë intensive. Avancimi është i madh në Reqic të madhe, në Reqic të vogël dëm e ka më shumë. Ndërkaq, në një zhvillim tjetër, kryetari i qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, erdhi sot për vizitë në Tetov duke konfirmuar ndihmën e kryeqytetit për zonat e prekura dhe normalizimin e gjendjes. Përsëri kemi ardhur të ndihmojmë me 40 njerëz përmes trupit të koordinues. Përndryshe kemi 7 cisterna me ujë të pishëm që do shpërndahen në përvendbanime. Kemi edhe cisterna për pompimin e papastërtive që gjenden në bodrumet të shtëpive, po ashtu edhe cisterna të cilat bëjnë lirimin e gypave të bllokuar. Gjithashtu kemi edhe 2 bager për hapjen e kanaleve. Sot unë do të marrë pjesë edhe në mbledhjen e trupit koordinues ku në mënyrë plotësuese qyteti i Shkupit mund të ndihmojë. Gjithashtu në mbledhjen e ardhshme të Këshillit të Qytetit do të vendosim edhe për lartësinë e ndihmës financiare për qytetin e Tetovës dhe vendbanimet e tjera të përmbytura, dhe më pas se trupi koordinues do t'i shpërndajë ato mjete. I pranishëm në Tetov, Ministri i Mbrojtjes Zoran Jolevski tha se brenda 6-7 ditëve do të ndërtohen urat në fshatin Poroj, ndërkaq thekson se sipas informatave nga tereni, sot e nesër pritet që rrugët e Tetovës të pastrohen plotësisht.